tjerët që ju vim që si hienat po i përpunojnë, po i ngatrojnë, po i bëjnë sallat, do e nxjerrin kokën një nga një. Po që kur e nxori kokën ai që thot rrethi është katror, u pa puna. Tani do dalin dhe ca patriotë tjerë, jam i bindur unë. Po ata patriotët duhet ta kenë parasysh një gjë, që kanë bërë shumë para të pa deklaruara me kauzat patriotike. Jo se është punë drejgji politika. Kështu që zogu Loro Boriçi i madhi thoshte shiu ka punë vet, ne e kemi punën tonë. Puna jonë është ta bëjmë Shqipërinë një vend ku të gjithë ata të rritë atje, të mos kenë më nevojë kur që të mendojnë se duhet fik nga Shqipëria se nuk ka zgjedhje këtu, po të kenë gjithmonë dy zgjedhje. Kush do të rri dhe ta ketë mundësinë siç e kanë ata të tjerë në Europë, kush do tiki sepse nuk jemi më në bunkerin e Enver Hoxhës.